duket Donati është pozici publike. Boni, a ke qeni sukseshëm në ushtri për gjujtja o jo? Për gjuajtje? Po. Gjuaja femra. Sa to pa kemi drejt një mot. Te femra të fute dhe kafshët, kam qenë gjatar në më thënë. Gjithçka është gati mes këtyre dy garuesve, të shohim se cili prej tyre do të jetë më i suksesshëm në Donatin me pikën e parë. Një duartërpyetje për Donatin. Doni! Po e lashtë e gjithmonë kundërshtarin e marrë dhe e gënjej, i jap lojën e parë. Gjithçka gati për raundin e dytë. Llakaj i cili mirë po sërish Donati e gjuan topin e ka ndalur Llakaj. 2-0 për Donatin. Është një lojë. Bëni gati dhe filloni kur të jeni gati. Shohim nëse Agron Llakaj do të arrit ta ruaj dinjitetin e tij në këtë raund të tretë. Startojmë. Start. 2-0 për zyrën për Gjithçka, ja dhe topi i tretë. 3-0 për ekipin e Donatit. Pikët e para për ekipin Zyrja për Gjithçka. Cili do t'jetë më i shpejt në gong është Lyra. Lyra e shtypi gongun. Po dërkoj. Shëra të shanë. Atë raundi parë fitohet nga grupi Zyrja për Gjithçka. Kush është në fotografi? Kape ka dose. Vjen, kadro! Shtype! Dhe është ekipi milionerit që i bie gongu i pari. Cila është përgjigja? Gon milioneri, gon Llakaj. Kadria. Pikë e parë. Përgjigja. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patos, të lutem, mos protesto. A tani gjithmonë shumë. Të lutem. Të lutem. 2 i shojmë ba. Okej, se vura. Najër. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dhe ka fituar. Ka fituar Zyrja për Gjithçka. Duket se Femiu është në epërsi momentalisht. Shkoj me duar trokitje. Femiu ndalet për në moment faza më e vështirë e garës. Tani thyerja e vezëve me kokë. Shohim se sa jam të tjetë Femiu në këtë garë. Shumë. Mua më duket se të dy garuesit kanë merituar pikë për këtë sfidë. Shoj, thëve. Dhe unë e këtë. Shkerfer se produksioni. Kreti pranojnë, a vesh me vek, kur të pranojnë? Produksioni se mi këshin lonë vetë këtu. Pa, ishte e qëllim se. Ishte e qëllim se. Si ku me 4, kjo e mu ramën. Mori persën. Hajde djali në. Njëherë topin në rreth. Shumë ma për Merë topin. Femiu e merë topin edhe njëherë. Sy shumë! Më i saktër edhe një tentim. Merë topin! Jo që mirë për Femi Ferratin. Jepi topin shpejt! 2 minuta e 20 sekunda. Dole me ato! Kesh, pa ke dhon topin! Pa ke dhon topin kesh! Edhe njëherë tenton këtë goditje Femi Ferrati. Nuk ka kosh sërish për Femiun dhe as ekipin e milionerit. Tentim tjetër.
Shumë afër, t'i japim kurajo Femiut dhe ekipit të Milionerit. Shkoj me një duar trokitje, ju lutem. Për më shumë kurajo. Femiu po mundohet të angullis topin në kosh. Ja pika par! 25 sekonda para fundit, një pikë shënuar nga Femi Ferrati. Edhe pika tjetër. Më në fund më duke se ja ka marrë dorën apo këmbën, si të thoni. 10 sekondat e fundit, ja dhe pika e tretë. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dhe përfundon sfida për Femiun dhe grupin e Milionerit. 1 minutë e 20 sekonda. Ekipi zyra për gjithçka nuk duhet të dëshpërohet, pasi që Femiu arriti vetëm në 20 sekondat e fundit të shënoj. Ja tani po futemi në 10 sekondat e fundit. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Dhe pa pik përfundon kjo lojë për ekipin zyra për gjithçka, që do të thotë se ekipi Milionerit i fiton pikët. Lojë e jashtëzakonshme, një lojë shumë e bukur. Fitoria i takon ekipit të Milionerit. Femiu ishte shumë i saktë. Kush fatkeqësia? Në ato që ishin punët tona, siç ishte ajo fotografia tjera, fituat ju. Po. Në ato që është punë e zyrës, do më thënë që humbët ju. Tu që e pranojmë humbjen. Jo, unë po thomë vish një sekundë. Unë gjatësia e me komplet është so komple këti kundërshtari kanë. Edhe dyta unë isha me fustan, ama si zoj lujta basket. Loja është e sinqert, s'ka lidhje se me çfarë luhet. Po në 20 vish, po dhëmë. Donati dhe Goni. Goni dhe Donati, një ballafaqim shumë interesant. Si Rambo. Të sfidoj. E pranoj. Jemi gati edhe një për... tjetër. Edhe e pranoj humbjen. Nisni lojat, jastëku duhet të mbahet vetëm me një dorë, jo me të dyjat. Agron. Start, loja... Atëherë nisni raundin e dytë, pasi që raundi i parë ishte baraz. Shohim se cili prej këtyre dy garuesve do të jetë më i suksesshëm. Është Agroni që ka fituar. Jo, për Mamet të mëndja fitore ka që shpejt. Pa kemë drejt me kopja stekun a jo? Dy loj ka dhe të Pa kemë drejt me Nuk kopja ka drejt stekun. me kopja stekun. Ka pa jastikun? Unë? Jastiku ka për jastikun po. Jo unë. Pojmë se a do të arrit Donati të barazoj rezultatin. Dhe bie sërish Donati nga trau. 2-0 për Agronin dhe ekipin e Milionerit. Një përqafim nga kolegët e tij. Unë nuk po du me ta hip ato. Oke. Kuptoje se është sfidë, është loj. Bëj pak propagandë. Foli pak egër. Strategji Jo, prej se kjo. Femiut që është duke përdorur atë për t'ju afruar Fatosit. Fatos. Shohim se cili do t'jetë më i suksesshëm tani. Dhe është Femiu që ka fituar një duar trokitje, ju lutem. Kjo ke shqitur. U distancuar. Pjatën e dytë. Ajde, më shumë Një teknike me Donatit. Po burgjër, po hamë vetë për burgjër. Baroj pjatën e dytë Donatit. Ajde, po tani. 1 minutë e 20 sekonda. Momentalisht është Donati ai që është duke avancuar në këtë lojë interesante. Kemi hyrë në minutën e fundit të garës.
Një gonë shumë interesante. Vazhdojmë me përkrajën. Donati. Mundi me kalu të tortja, Donat. Mundesh me kalu të tortja. 20 sekonda. 14 sekondat e fundit. Mundesh me kalu të tortja. 3 sekonda i ke bashkëll, 3 sekonda, Donat. Fundit duket se Donati definitivisht do Donati ta shumë. fitoj këtë sfidë 20 sekonda deri në fund. Kadri jepi, kam betur vetëm edhe 15 sekonda. Kadri jepi. Dhe tani ka dalë po hym në 10 sekondat e fundit. 9, Shumë i shpejt, 8, Donati Teo. 4. Kjo është super sfida, një sfidë edhe për moderatorin. Kjo është për që na ke shqit dojë. Shumë ta lojmë porës. Si specialitet me angër shpageta me